Allahu Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatut dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të flasim në lidhje me ndryshimet klimatike. Do të flasim për shiun, do të flasim për erët e forta, për shiun e fort, për ftoftin e fort, dhe se si musliman si duhet na mi trajtu këta, dhe si musliman si duhet mu sjell dhe mu xhint kur bie shi i madh, kur frin erë e fort, apo kur është ftofti i madh. Këtë për përmendi nga se jeni duke pa se anën banë botës se ndryshimet janë të ndodhë më të madhe, dhe se një pjesë e muslimanve ala këto ndryshime klimatike i shohin si atrakcion, i shohin si atrakcion, i shohin si diçka interesant, ama as pak nuk ndalet dhe të mendohet se vallë a ka mundësi që gjithë kjo të jetë azab dhe dënim prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo më mirë thonë se këto ndryshime a janë që musliman ta përkujtojnë dhe rikujtojnë njëri tjetrin se si e kimi halin dhe si e kimi gjendje. Jemi duke pasë Allahu Azza wa Jall, sikur se kimi lexuar më herët kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka shkatru shumë popull para nesh, shumë ummete para nesh, i ka shkatru me erë, i ka shkatru me shi, i ka shkatru me gurës të mdhej për qelit. Dhe se një duke pa sot në këtë zaman, Allahu Azza wa Jall qytetet të plota është duke i shkatru për një qast. Për një qast, për një sekund, shkatron qytetin e plot dhe s'mbetet asgjë prej atij qyteti. Vdesin njerëz më të madhe, dhe shumica e këtyre të lasheve, shumica e këtyre problemeve vinë në vendet ku ka zullum, ku ka padrejtësi, ku ka haram më të madhe. Që do të thotë se muslimant duhet parashtru vetës një pyetje se a i kemi na larë këtë apo i kemi ngat? A i kemi na gjendjen e mirë që me thonë na jemi rahat, apo gjendja jonë është alarmante dhe se na duhet ndalë dhe përmisu halin tonë dhe gjendjen tonë të cilën jemi duke gjindë aktualisht. Në hadithin të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi transmetuar në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit, thot Aisha radhiyallahu anha: "Ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qattun mustajmi'an." Thot kur se kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjendje që të mbledhe sa më shumë sende. Kur su ka marrë me dunjo që sa më shumë të mbledhe të bere të shtëpia sene. Sikur se na e kemi zanat. Nuk ka shansa me një shitore mos me blej diçka. Nuk ka shansa me dalë në treg mos me blej diçka. Pse? Nga dashuria e madhe që i kemi ndaj dunjos. Pse? Sepse e kemi mendu dhe jemi duke mendu se kina me jetu dhe kur s'kina me vdek. Kjo është sebepi. Thot mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawatahu. Thot kur se kom pa, është një koment ajo që duke mbledh dunjë e dita, thot kur se kom pa, i mbledh nga të qeshurit e shumt. Thot edhe të qeshë as shumë sa që t'i duken dhëmballët. Kur se kom pa. Thot e kom pa pejgamberin sa vetëm duke buzëqesh. E keshmja e pejgamberit sa më e madhe ka qenë buzëqeshja, jo me kesh me zonë. Pse? Sepse ka pas një gale dhe një dert shumë të madh. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha: "Wa kana idha ra'a qayman aw rihan urifa dhalika fi wajhihi." Thot edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shifke mjegulla, apo erë të fort, frim të fort,
e shifshmi në ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai është i shqetësuar. E shifshmi se ai është rahatës. Edhe një ditë prej ditëve i ka thonë gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam burrit të vet: "Ya Rasulullahi, ara an-nasa idha ra'u al-ghayma farihu raja'an an yakuna fihi al-matar." Sa ja Rasulullah, jam duke i pa njerëzit se kur po frin era, jam duke i pa krejt të gëzum. Pse? Sepse krejt janë duke shprecu se ka me ra shi. Sepse shiu i gëzon krejt, sepse është bereqet. Wa araka idha ra'aytahu arafta fi wajhika al-karahiyata. Thot edhe une e shoh se kur frin era dhe ka mjeglla, e shoh se ti je rahatës. Nuk je mirë diçka, po shqetësohesh dhe po e prish qerën. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Aishatu, ma yu'minuni an yakuna fihi adhab." Thot: "O Aisha, kush më garanton se me këtë erë, me këto mjeglla nuk vjen azabi i Zotit?" Pika ta diun se nuk është azabi i Zotit që të gëzona me këtë erë. Sepse veç Allahu Azza wa Jall e din se çka çon me erën. Sepse veç ai e din se çka çon me mjegullat e zeza dhe të mëdhaja. Si ka mundësi do të më gëzu kur son se di se çka vjen me këtë? Qad udhiba qaumun bir-rihi wa qad ra'a qaumun al-'adhaba fa qalu hadha 'aridun mumtiruna. Thotoja isha, e din ti thot se para nesh janë konë disa narode, disa popoj, të cilët Allahu i ka zgjësu, i ka zhduk me erë. Kurse do të janë konë disa të tjerë, kur ka fillu me ra shita ata, ka thonë është një shi i vogël, vjene, shkon, e ka ardha i shitët edhe i ka shkatru kejt komplet. Për kësha të thotë Allahu Azza wa Jall: "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Thot kush ju ka dhënë garancë? Kush ju ka thonë njerëzve, banorëve të katunit dhe qyteteve, se azabi jo nuk ka mi ardhë duke qenë ata në gjumë? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum 'adabuna duhan wa hum yal'abun. Thot kush ju ka dhënë garancë njerëzve se s'ka mi ardhë azabi i Zotit ditën në mes të drekës duke qenë ata duke lujt? Kush ju ka dhënë juve garancë se nuk vjen azabi i Zotit e ju e një liru me ka krejt edhe gajle se kini për asgjan? Kjo është mesazhi i ditës së sotit. Se kur të shohim shi të fort, të bëjmë istikfar të Allahu Azza wa Jall për gjunat dhe gabimet që i kemi bë. Dhe se kur bje shiu fort, apo kur vinë rejtë e mdhaja, nuk është kjo atrakcion klimatik. Nuk është se vetëm një gjë interesante që na duhet me fotografu me telefonat e tona dhe shpërndana për Facebook. Por se gjithë kjo duhet paraqit para nesh shqetësim dhe gajle dhe dert, ku duhet ndalë dhe bon duha, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha." Me thonë kështu, pejgamberi sallallahu kur i ka pa rrejt e forta, rrejt e zeza, mjegullat e zeza, dhe kur e ka pa shiun e fort dhe erën e fort, ka thonë: "O Zot, o Allah, kërkoj prej teje që të na mundësosh që të frizojmë të mirat që vinë nga kjo, dhe të mirat që janë në te, wa khayra ma arsalta bihi, dhe të mirat që vinë me ketë, që vinë me erën dhe me shiun. Wa a'udhu bika min sharriha." Dhe o Zot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot këto lutje: "O Allah, i shqetësum sepse bie shiu i fort apo pse ka ndalë rrejt e mdhaja." Thot: "O Zot, kërkoj prej teje mbrojtje nga sheri që vjen nga ky shi dhe nga sheri që vjen nga këto rrej, dhe të na rush nga këto të këqija që të mos na vjen azabi i jot." Është frikë pejgamberi i Allahut, i garantuar me xhenet. E na të cilët bëjmë gjunahe natë e ditë, na vinë këta dhe na kalojnë gajle se kemi.
as pak nuk lëvizim nga vendi jon, as pak nuk na shkon mendja me thonë astaghfirullah. Është një gjendje për të cilën gjendje duhet shqetësu muslimant, po e shehni se këto shkatrime, këto zhdukje, këto telashe, dita e ditës janë më afër. Dhe dije se kur të ka ardhë një sent afër, të ka ardhë mrenat e ti. Kur të vjen një telashe në afërsi të shtëpisë tënde, të ka ardhë dhe në shtëpinë tënde. Dhe se na nuk duhet mi këshirë telashet e huja si atrakcion, por se nga gjithë këto duhet me marri i bret dhe me fillu me bo hazërlëkin dhe ndryshimin tonë. Po thamë që Allahu Azza wa Jall me këto rej, me këtë shi, me këto era të forta, mjegulla të forta dhe të zeza, ka shkatru shumë popull para nesh. Dhe se ne, gjitha këto nuk duhet të shqyqem vetëm se ndryshime klimatike dhe kështu në radhë. Për këtë shak, thot Aisha radhiyallahu anha, wa idha takhayyalat as-sama'u taghayyara lawnuhu. Dhe thot kur ndrysheke ngjyra e qiellit, u ndrysheke edhe ngjyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U nxinke u skuqke nga frika nga kjo. Kështu thot gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për burrin e vet. Kur u ndrysheke qielli, u ndrysheke edhe fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të na del dill, oho super, si ma mirë themi. Vin mjegullat, ajtë se pak ftoft kur gjo ma shumë. Fillon qanet shi i madh, ajtë se bereqet është kjo. Këto duhet me na shqetësu neve dhe me na friksu. Dhe me nis me bo dua kur t'i shohim këto. Me thonë o Zot na jep të mirat e krejt kësaj dhe na largot këqijat që vinë nga këto të lashe. Sepse pejgamberi sa më është friksu. Edhe pse shkon pejgamberi i Zotit, e si ka mundësi njerëzi sikur na as pak të mos e kemi gajle nga këto ndryshime që po ndodhin. Wa kharaja wa dakhal, thot pejgamberi se kur e shifke ndryshimin e qiellit, hike në shtëpi, dilke prej shtëpisë. Pandal, dilke, hike, dilke, subaj ke rahat. Nga shqetësimi dhe nga derdi i madh që i kish gajle se mos po vjen azabi i Zotit. Kish dert mos po vjen azabi i Zotit dhe dënimi i tij. Fa idha matarat surriya anhu. Dhe thot kur bike shi, dhe kaloj ke kjo, edhe çka të i kaloj ke kjo breng. Dhe thot këtë e kuptojsha nga fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, fasa'altuhu la'allahu ya Aisha kama qala qaum Muad. Thot oj Aisha, kur filloi ke me rashi, thot oj Aisha, pse me thonë na sikur se ka thonë qaumi Ad. Qaumi Ad është një popull të cilin popull Allahu Azza wa Jall e ka shkatru me shi dhe me erë të fort. Thot si ka mundësione mu liru dhe mu rahatu e të thamë fjalë të cilët i ka thonë qaumi Ad. E na shpesher i them fjalë të qaumi Ad të cilin Allahu Azza wa Jall i ka shkatru. Pse? Sepse shiu në shojmë atrakcion, shiu në fort, erën e fort e shojmë atrakcion edhe gajle se kimi dhe ndryshojmë, dhe qka thëjna, ajtë se shkon dhe kalon edhe kjo. Kështu ka thonë qaumi Ad, dhe këtë thonë Allahu Azza wa Jalla përmend Kur'an ku thot, falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna. Thotë kur e kam pa shiun duke ardhur në drejtim të arat e tyre dhe nga luginat e tyre, kanë thonë, çka kjo është kalimtare dhe shkon. Kanë thonë kjo është kalimtare dhe shkon. Sepse kur i kanë pa rrejt e forta, erën e fort duke ardhur në drejtim të luginave dhe arave që i kanë pas, që i kanë punu për bereqet, ka thonë kjo vjen edhe kalon dhe shkon dhe na bën mirat dhe kalojmë, vazhdojmë ashtu si e kemi pas halin. Sepse qaumi Ad ka qenë në gjendje të keqe. Shumë prej gjunaheve të mëdha kanë qenë prezent tek ata. Edhe çka
Kur e kam pa këtë rrezik të madh, ka thonë kjo vjen edhe shkon. O vëllezër, atë që du me thonë është se muslimani ka qëndrime ndaj këtyre ndryshimeve klimatike, dhe se feja jonë na mëson se si duhet mu sill dhe gjindë me ata, dhe se mesazhi kryesor dhe më i madh është se na kur t'i shohim këto era të forta, këto rrejt të zeza, këtë shit të fort dhe të madh, të trishtohemi dhe të kemi frikën e Allahut Azza wa Jall dhe të fillojmë që të bëjmë istikfar dhe tibe për gjunat dhe gabimet që i kemi. Dhe ta kemi parasysh se Allahu Azza wa Jall shumë ummete para nesh i ka shkatruar do të thotë me era të forta, me shi të fort dhe me rrejt të zeza. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithë dhe neve të na e falë gjunat dhe gabime që i dim dhe që nuk i dim, ta përmisoj gjendjen tonë dhe halin tonë, dhe të marrim mësim dhe yrnek nga ndryshimet klimatike që po ndodhin, që dita e ditës ta përmisojmë halin tonë për ka e mira me istikfar dhe tibe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.